me një breg të vogël në Suvarek, shitet shtëpia, e cila gjendet me një qetësi absolute, rrugën e ka deri te shtëpia. Kjo është bunari i cili është i thellë, 33 metra. 33 metra. Kurse obori është 6 ari, por mund të dahet në 2 pjesë nga 3 ari, dhe shtëpia është ndame me mur, është thuja se një kulm qysh e shifni aty. Pra, hymja dera e metalit. Këtë me kocka, 3 kere vinë këtu, 2 Ferrari edhe një Lamborghini. Kurse shtëpia pak ma lirë se Badjava. Me 6 ari obor, 250.000 euro të dyjat. Qofse i blen veç a veç, ka 130, por bëhet llogaria pra. Ky është salloni këtu, i cili shkon me kuzhinë, tavolin, po këto mobiljet jo. Në këtë kat kemi një sallon, dhomë gjumit, banjo, kalojmë katin e dytë. Që si mermeri rallë ku ka, pra po shkojmë katin e dytë nalt. Kjo dhoma e gjumit shkon komplet me shtëpin, me atë çmim. Pra 6 ari obor, mundet mu da përgjys, që një vlla apo një baxhanak me një anë, një baxhanak tjetër me një anë, në Suvarek. Jemi në katin e dytë të shtëpis, një dhomë e gjumit, por pa mobilje kjo shkon, edhe 2 dhoma tjera, edhe një dhomë gjumit poshtë, pra 4 dhoma gjumit, banjo është këtu, çmimi është i një pjesës 130.000, të dyja 260.000, por bisedojmë pak, bëjmë pazar, normal, është në Suvarek, në një vend të qetë, e rregulluar për veti, nuk është bo për shkakun 100 shtëpia për mi shit, po për veti ka, po i del njerit puna që don me i shit. Për 2 vllazën pa hise, Bravo, për 2 baxhaneq.